Parashikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Do të hapim këtë edicion informativ me politik. Presidenti Bajram Begaj ka thyer heshtjen dhe ka reaguar për herë të parë për protestat qytetare në ditën e 25 të tyre. Në fjalimin e tij për 100 vjetorin e krijimit të prefekturës së Tiranës, kreu i shtetit tha se e drejta për të protestuar është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta dhe duhet të ushtrohet në respekt të saj dhe ligjeve të vendit. Presidenti Bajram Begaj ka thyer heshtjen dhe ka reaguar për herë të parë për protestat qytetare, pikërisht në ditën e 25 të tyre. Në fjalimin e tij në 100 vjetorin e krijimit të prefekturës së Tiranës, kreu i shtetit tha se e drejta për të protestuar është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta dhe duhet të ushtrohet në respekt të saj dhe ligjeve të vendit. Ky aktivitet zhvillohet në një moment kur qytetarë po shprehin publikisht shqetësimet dhe pritshmëritë e tyre në mënyrë paqësore. Në respekt të pozicionit kushtetues, neutralitetit kushtetues, mund të theksoj se e drejta për të shprehur dhe për të marrë pjesë në jetën publike është një vlerë e mbrojtur nga kushtetuta, e cila duhet ushtrohet në pajtim me kustetutën dhe ligjet e vendit. Konsolidimi i demokracisë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i vendit mbështeten në angazhimin e përbashkët të qytetarëve dhe institucioneve për të vepruar në përputhje me kustetutën dhe interesin kombëtar dhe atë publik. Si presidenti i Republikës, ai shprehu gatishmërinë për nxitjen e dialogut dhe bashkëpunimit në shërbim të interesit kombëtar. Mbetemi përkushtuar në mbrojtje të kushtetutës, të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe në nxitjen e një klime bashkëpunimi dhe dialogu që i shërben interesit kombëtar dhe publik, të ardhmes europiane dhe përkatësisë dhe vlerave euro-atlantike të vendit, u shpreh Begaj. Zona e ish stacionit të trenit vijon të mbetet nën pushtetin e gropave të shumta si dhe pellgjeve me ujë. Banorët, të cilët çdo ditë detyrohen të kalohen në një rrugë që nuk ka asnjë kusht infrastrukture, janë të zhgënjyer dhe sipas tyre pushtetarët vijnë sa herë që ka zgjedhje dhe më pas zgjedhësit harohen. Zona e ish stacionit të trenit, pjesë e lagjes 24 maj në Vlorë, edhe në 2026 vazhdon të mbetet nën pushtetin e gropave të shumta si dhe pellgjeve me ujë. Banorët, të cilët prej vitesh jetojnë në këtë zonë, thonë se janë penduar që kanë blerë shtëpitë aty. Kjo për shkak se çdo ditë detyrohet të kalojnë në një rrugë që nuk ka asnjë kusht në infrastrukturë. Për shkakun e rrugës, banorët tregojnë se nuk guxojnë të hapin as dritaret e shtëpive, pasi i mbit pluhuri dhe papastërtitë. Për kushtet e munguara të bllokut të banimit pohojnë se kanë bërë një sër ankesash, të cilat nuk janë marrë asnjëherë parasysh. Sipas banorëve, pushtetarët bëjnë sikur i dëgjojnë hallet e tyre sa herë që ka zgjedhje dhe më pas çdo gjë harrohet. Në këtë zonë, vonë kam ardhur kur është bërë pallati se kam ndonjë poshtë në Çolja, ndaj në fundi. Kurse që kur kam ardhur këtu, edhe deri më sot erdhëm me qëllim që tham do rregullohet diçka, se ishte edhe stacioni i trenit këtu, e tham po do rregullohet. Kjo një të bërë është bërë këtu, nuk hapin dot dritaren, vetëm na pluri makinave. Këtu më mirë bjerë shi çdo ditë 24 orë vu vetëm shi. Balta po do e qajnë baltë, po nëse hapin dot dritaren e dhomës fare aty. Nuk ajrosim dot shtëpinë. Po gjendjen ju e shikoni gropa dynjaja more vëlla. Këtu nuk kalon dot. Do qis me peshkatari këtu të dalësh në pallatin pallat. Shumë problem është për të qenë. Se ja sepse është bërë gropa dynjaja, e thanë do të ashtrojnë edhe nuk e shtruan. E kemi shtruar këtë problem, bile, kemi vajtu dhe në bashki, para ca kohësh. Para një 4 vjetësh, 5. Hiq, as përgjigje, as gjë, thanë do të rregullojnë. Para rastit të votimeve, që qenë votimet e mparshme, thanë që do të rregullojnë. Prun një 2 makina çakëll edhe e shtruan deri te pallati tjetër. Nuk e shtruan më, jo, shpresat i kam humbur. Nuk kam shpresa për lloj shteti. Po, përshëndetje, po jam banor. Të paktën kam 4 vjet. Po këtu erdhi para kishte do të bënte mbledhje me këta, u mblodhën gjithë njerëzit, vetë njën ata të besuarit e partisë, i thotë s'ka njerëz, ne po e prisim një të ikur me makina andej për të bërë mbledhje, sepse njerëzit kanë në këtë lagje, do me thënë vetëm kanë ankesa, njeri nuk vinë edhe, kur mblidhe njerëzit i thonë këta patronazhistat i ka ndej se
Po, vetë makina gjitha na u shkatruan tani, para një 2 muaj kaloi një eskavator kështu, i dha një sa për sy e faqe edhe u mbush prap me këtu mbeturina me gjitha, si ta shkosh. Si janë kompakt? Ja, s'ka nevojë, ja, vetëm kalo kështu me telefone do ta shikosh vetë si është, nuk ka nevojë domethënë. No comment është komplet. As edhe një shpresë. Vetëm fjalë. Vin këtu marrin vota, tikën edhe hasta la vista. Po, nga 2003 kemi këtu të ky pallat, banojmë, e njëjta gjendje është si çdo ditë. Nuk është se ka ndryshuar ndonjë vit edhe pse kanë bërë premtime në për fushata që e kanë të zakonshme premtimin, edhe sa marrin votën dhe pastaj më mbrapa thonë ku jemi parë, është një gjendje mjerueshme këtu para pallatit tonë. Vetëm këtu para pallatit tonë, gjithë lagjet janë shtruar, janë rregulluar, këtu ka ngelu këtu, si ku ka ngecur e din ata. Po me të thënat e njerëzve na thonë që këtu te stacioni trenit e ka marrë me qira djali Valentina Leskës, ka futur materialet që bëjnë andej nga lagja historike që i nxjerrin që andej materialet jo të rregullta dhe i depozitojnë këtu. Edhe ka ngelu kështu, kjo e ka marrë ai për 25 vjet, domethënë është katastrofë. Unë nuk i hap, jam kat dytë dhe nuk i hap dritaret fare sepse sado që ashtu dhe në katin e 8 shkon pluri. Në katin e 2 vinë më shumë sepse është më afër sipërfaqes së tokës. Dhe unë nuk i hap fare dritaret. Është merr. Nuk dalim dot. Andej nuk dalim dot, do i bjem këte rreth nga është, do kalojmë një pjesë të vogël të paktën, që është me gropa, edhe do dalim rrugës për të dalë tek një shërbim që na kërkohet në lagjen tjetër këtej ata. Po patjetër jemi ankuar neve dhe jemi ankuar jo para se të bëhesh zgjedhja e kryetares së bashkisë. Na dhan fjalën që ne do e shtrojmë këtë këtu. Ata që erdhën, jo kryetarja. Pastaj erdhën 2 makina zhavor dhe u shtrua vetëm ai pallati atje sepse ai kishte një që ishte organizator në fushat. Asnjëherë. Unë kalova këtu 2003 një llogaritë se sa kemi 24 vjet, kush u bë për 24 vjet, për çfarë do pres? Edhe në buxhetin e vitit 2026 vihet re mungesa e fondeve për rehabilitimin e zonës tek ish stacioni i trenit. Disa vite më parë u premtua se kjo zonë do të rehabilitohej për të ndërtuar aty terminali i ri i autobusëve, por edhe kjo gjë me sa duket ka mbetur në letër. Të shumta janë automjetet dhe mjetet motorike të larguara nga pika e grumbullimit të mjeteve në lagjen 24 maj. Mjetet e mbetura do të largohen pas përfundimit të proceseve hetimore të prokurorisë. Problem mbetet edhe mungesa e rrethimit dhe ndriçimit, pasi rrallëherë mjetet e sekuestruara kanë rënë prej vjedhjeve apo dëmtimeve. Tashmë është bërë fakt, 900 automjete të cilet qëndronin të sekuestruara, të aksidentuara apo të bllokuara nga policia tashmë janë larguar për skrap, si dhe 600 motorra të cilat tashmë janë larguar nga pika e bllokimit në lagjen 24 maj. Ky është një aksion i cili ishte folur për kohësh për lirimin e hapësirave publike, ndërkohë që në këtë pikë bllokimi vijojnë të qëndrojnë ende rreth 372 automjete dhe rreth 20 motora, të cilët janë ende në fazë hetimesh në ana e prokurisë së Vlorës. Megjithatë, sipas informacioneve, pritet që me anë të një ligji të dytë, pas 105 ditësh, nëse prokuroria nuk do të vendosi automjeti do t'i kthehet të zotit apo do të çojë në pikë bllokimi, do të jetë në një fazë të dytë diskutimi. Megjithatë, këto nuk janë problematikat për të cilën ne kemi raportuar edhe në lajmet e mëparshme. Një problematik tjetër mbetet ndriçimi, mbeten kamerat e sigurisë apo edhe rrethimi i kësaj zone në të cilën prej vitesh qëndronin automjetet e sekuestruara. Rreth 900 automjete dhe 600 mjete motorike janë larguar tashmë nga pika e grumbullimit të mjeteve në lagjen 24 maj. Një pjesë e automjeteve është dërguar për skrap, ndërsa aktualisht në këtë pikë grumbullimi kanë mbetur rreth 372 automjete dhe 20 mjete motorike. Këto mjete do të largohen në një moment të dytë pasi vijojnë të jenë pjesë e proceseve hetimore të prokurorisë. Do të jetë pikërisht ky institucion që do të vendosë nëse mjetet e mbetura do të dërgohen për skrap apo do t'u rikthehen pronarëve të tyre bazuar në rezultatet e hetimeve që do të kryen. Largimi i mjeteve të sekuestruara nga pikat e grumbullimit mes të cilave dhe ajo në Vlorë
u cilësua si një hap i rëndësishëm për lirimin e hapësirave publike të zëna prej vitesh nga këto mjete. Megjithatë, ky nuk është problemi vetëm që lidhet me këto pika grumbullimi. Një nga problematikat më të hasura mbetet mungesa e rrethimit, e kamerave të sigurisë dhe ndryshimit të zonës. Këto mangësi kanë bërë që jo rrallëherë mjetet e sekuestruara të bien prej vjedhjeve apo dëmtimeve të ndryshme. Mungesa e ndryshimit dhe kamerave të sigurisë është trajtuar dhe më herët në kronikat e Blu Televizion, por situata vijon të mbetet e pandryshuar. Edhe aktualisht në këtë pikë kanë mbetur vetëm një pjesë e mjeteve, e njëjta problematik vazhdon të jetë e pranishme. Tashmë pritet largimi dhe i mjeteve të fundit, çka do të sillte lirimin e plotë të hapësirës. Megjithatë, gjithçka do të varet nga vendimet e organeve të drejtësisë, pasi një pjesë e mjeteve janë ende në proces hetimi. IMT kam ndërhyrë këtë të enjtje në shembjen e 3 objekteve pranë rrugës Transballkanike në Vlorë. Shembja e tyre i hap rrugë vijimit të projektit që lidh zonën e Transballkanikes me portin e Vlorës, si dhe vijimin e projektit Lungomare 4. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ka ndërhyrë këtë të enjtje në shembjen e 3 objekteve pranë rrugës Transballkanike në Vlorë. Objektet konsideroheshin pengesë për vijimin e projektit që lidh rrugën Transballkanike me portin e Vlorës, por edhe me projektin e Lungomare 4. Shembja e objekteve u realizua pasi ato ishin shpronsuar që në vitin 2018. Prej kohësh godinat ishin kthyer në të pabanueshme dhe përbënin shqetësim për banorët e zonës. Sipas autoriteteve, ato frekuentoheshin kryesisht nga personat përdorues të lëndëve narkotike, çka solli dhe vendimin për prishjen e tyre. Në mbështetje të forcave të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit ishin edhe forcat zjarfikse të Vlorës me qëllim parandalimin e çdo problematike që mund të krijojë gjatë operacionit. Shembja e këtyre objekteve i hap rrugë tashmë vijimit të projektit, ndërsa autoritetet po evidentojnë dhe objekte të tjera, por edhe rrethime që pengojnë zbatimin e tij. Qëllimi mbetet lirimi plot i hapësirës publike dhe vijimi i punimeve sipas planit të parashikuar për projektin e lidhjes së rrugës Transballkanike me portin, por dhe vijimsinë e projektit të Lungomare 4. Varezat e qytetit prezantojnë një pamje as pak të standardeve të merituara, edhe pse në shërbimet e bashkisë në këtë sektor janë përgjegjës mbi 25 punonjës që duhet të kujdesen çdo ditë, varezat janë të pushtuara nga barishte dhe fera. Ndërkaq, projekti për asfaltimin e rrugëve në brendësi të tyre vijon me ritmet e breshkës. Vendi ku prehen me qindra qytetarë të Vlorës, varezat kryesore të qytetit, prezantojnë pamje ku gjendja e tyre nuk është as pak në standardet që ata meritojnë. Kjo pasi shumica e territorit të varezave të Vlorës është mbuluar nga barishtet dhe shkurret, të cilat fshehin gjithçka. Ndërkohë që prej më shumë se 2 vitesh në shërbimin e bashkisë është funksionar një sektor i cili përfshin mbi 25 punonjës, që duhet që çdo ditë të kujdesen për varezat e qytetit. Por, pavarësisht funksionimit të tij, varezat e Vlorës janë në po të njëjtën gjendje, duke mos patur asnjë ndryshim. Ajo se çfarë vjet re është fakti që shumë prej barishteve dhe shkurreve në zonë kanë ndoshta vite pa u pastruar. Pavarësisht se ekziston një sektor i posaçëm me disa punonjës të regjistruar në të, gjendja e varezave të qytetit të Vlorës ende lë për të dëshiruar. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet pas shpinës time, shumë prej vareve janë të mbuluara totalisht nga barishtet dhe shkurret, aq sa nuk duken më, çka tregon se për kujdesi nuk është i vazhdueshëm. Për paradoks, siç shihet edhe nga pamjet e Blu Televizion, asnjë prej punonjësve të sektorit të mirëmbajtjes së varezave të qytetit nuk duket në terren e as në zonë. Ndërkohë që sipas qytetarëve në zonë, edhe numri i punonjësve të cilët përkujdesen çdo ditë është shumë i ulët. Në kontrast me pamjen e përgjithshme, janë një pjesë e vareve të mirëmbajtura nga vetë familjarët dhe jo sektori i mirëmbajtjes së varezave. Ndërkohë që ka nisur edhe puna për asfaltimin e rrugëve në brendësi të varezave, projekti vijon me ritmet e breshkës dhe njësoj rrugësh janë ende të parehabilituara. 40 familje të mbetura në fshatin Drenie, bashkia Patos, përballen në dekada me amortizimin e rënd të një segmenti rrugor prej 4 kilometrash që lidh fshatin me zonat e tjera. Banorët thonë se pavarësisht punimeve në vite, situata vijon të mbetet e njëjtë. Prej më shumë se 30 vitesh banorët e fshatit Drenie në bashkinë Patos përballen me amortizimin e rënd të segmentit rrugor prej 4 kilometrash si qec Drenie. Segmenti që lidh fshatin me zonat e tjera është lënë tërësisht në arresën e investimeve, duke izoluar plotësisht 40 familjet e mbetura në fshatin frikshëm të shpopulluar. Kështu e majnat. Po vetë 68 vjeç, ka qenë më keq. Të thash diçka është berë. E kupton? Në qofë se unë do marrë një makinë të lartë, for i stratë, këtë vetë dhe këshpia. Tu ne kemi shumë vite që vojnë.
Dhe kanë ardhur, kanë parë, kanë thënë do ta bëjmë, kanë ikur, vinë para votimeve, premtojnë dhe zbehet asgjë. Tash rrugat, fshatat e tjerë kanë shtruar me asfalt. Ne jemi vetëm në fshat tu në këtë pellë që nuk kemi hyrë asfaltare. Po në ca nga ajo sera e Kasnicës, e lidhen këtë me Siqecën kështu dhe asgjë tjetër. Fshati Drenias vuan fshati jonë shumë. Më them shumë, jo ka vit, po ka 30 vjet. 40 me Enver Hoxhën, e po vete 40 me këta, asnjë shërbim. Jeni si fshati braktisur. I braktisur. Vend që prolon, ku do të çosh, ku do të vesh. Tallë shteti. Rruga ju kanë Rrugën e pat vet. Andre. Tash me andre mbana ajo. Vej çaketës andre ti mbana. Do fillon nga para. Megjithatë, shtetit vendor, se ne s'kem ç'a bëjmë. Banorët thonë se pavarësisht premtimeve ndër vite, situata avion të mbetet e pandryshueshme. Sipas tyre, ambulanca dhe mjetet private e kanë të vështirë të qarkullojnë, ndërsa mungesa e investimeve ka ndikuar në largimin e të rinjve dhe të kurjen e popullsisë së fshatit. Për ambulancë. Ne Roskovec kemi. Kemi Roskovec. Unë dua 50.000 lekë të vinë patos të bashkia. Për të vajtën Roskovec dhe i kem, nga Vlosh. Kapja aty një makinë, po e gjeta mëngjes. Shpejt. Kjo është kryesori për ne. Të rinjt kanë ikur gjithë. Këtu ka ngel nga 2 përshpirat. Sa bëhen? Po, janë rreth 40 familje kanë ngel. Po pengon se një pjesë të rrugës e ka bashkia Roskoveci, një pjesë e ka Patosi, nërmjet 2 bashkive. Dhe keni mbetur në mes, si peshku pa ujë. Kemi gelashu në mes. Dhe nuk herën para votive t'i hodhën ca çakull, po ai do prishet se shirat ç'a bëjnë e grynit, as kanalizim s'ka asgjë. Vetëm i hapën çakull kështu. Ka qenë problem, edhe është problem për rrugën. Ne vojmë që se folën edhe para folë që gjejmë makinë të gatshme që shkojmë Roskovec apo Patosë me në një ambulancë, për shembull mos kurse ambulanca nuk kemi që nuk vjen, po që bëm rrugën të t'i vjet e emri rrugë. Që kanë ardhur e kanë parë rrugën këtu diku edhe nuk është bërë rrugë. Sa vite kanë të gjendje? Po tani e kanë edhe të nga qopsejre zezë këtu, po që t'i vjet e emri rrugës që mos bet ma nesë nuk është bërë. Jemi njerëz, do vi një ambulancë. Kemi nevojë, do vemi të vizitohemi po te miku, te shoku. Vjen një mik aty, Allah thotë, Drenia thotë. Ku do vesh në Drenia? Po më shumë në rruga ikën tërë, më shumë. Ku do vjen çupa këtu? Jetoj. Ku do vej? Fëmia do shkollë. Shkolla ka një 10 vjet që mbyllur aty. Ekonomia e zonës mbështetet kryesisht te frutikultura dhe bujqësia, por fermerët thonë se transporti i prodhimeve është kthyer në një problem të përditshëm për shkak të gjendjes së rrugës. Ata apelojnë për ndërhyrje sa më të shpejtë për rikonstruksionin e saj. Pengesë për të gjitha, për transport, për të gjitha. Se ne vetëm burimi jetese kemi vetëm frutikulturën. Blu Televizion është interesuar pranë bashkisë Patos për këtë problematik, ku informuam se fondi i nevojshëm për rikonstruksionin e plotë të rrugës është i lartë dhe i papërballueshëm për buxhetin e bashkisë. Megjithatë, ata shtojnë se po shqyrtohen mundësi financimi për ndërhyrje në të ardhmen. 1056 nxënës të klasave të 9 nga 49 shkolla publike dhe jo publike në Vlorë kanë zhvilluar këtë të enjte provimin e 2 të programit kombëtar të arsimit bazë në lëndën e matematikës. Zhvillohet këtë të enjte dhe provimi i dytë i minimaturës për nxënësit e klasave të 9 për lëndën e matematikës. Janë 1056 nxënës, ndërsa provimi zhvillohet në 15 qendra të ndryshme nga 49 shkolla publike dhe jo publike në drejtorinë vendore Vlorë Himar. Provimi zgjat për 2 orë e 30 minuta, teksa ka nisur në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30 minuta. 1056 nxënës të klasave të 9 nga 49 shkolla publike dhe jo publike në Vlorë janë testuar këtë të enjte në provimin e 2 të programit kombëtar të arsimit bazë në lëndën e matematikës. Provimi është zhvilluar në 15 qendra testimi të vendosura në shkolla publike të Vlorës, ku sipas zyrës vendore të arsimit parauniversitar,
të Bashkisë Vlori Mar janë marrë të gjitha masat e nevojshme për mbarvajtjen e procesit. Administrimi dhe koordinimi i provimit është realizuar nga 15 përgjegjës të administrimit të provimit dhe 96 administrator të shpërndarë në të gjitha qendrat e testimit. Testi për nxënësit e klasave të nënta ka zgjatur 2 orë e 30 minuta. Provimi ka nisur në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30. Gjatë gjithë procesit, strukturat përgjegjëse janë angazhuar për të garantuar respektimin e rregullave dhe standardeve të përcaktuara për zhvillimin e provimeve kombëtare. Ky është provimi i dytë në kuadër të programit kombëtar të arsimit bazë për nxënësit e klasave të nënta. Vetëm pak ditë më parë ata u nënshtruan dhe testit të gjuhës shqipe, ndërsa kalendari i provimeve do të vijojë deri në 30 qershor, datë në të cilën do të zhvillohet testi i fundit. Për vite me radhë, Shqipëria ka mbetur jashtë vëmendjes kryesore të turizmit evropian, e njohur por rrallëherë zgjedhja e turistëve. Kështu shkruajnë mediat kanadeze, sipas të cilave ajo që e bën Shqipërinë të vlefshme për të vizituar nuk është vetëm një element i veçantë, por një kombinim unik. Për vite me radhë, Shqipëria ka mbetur jashtë vëmendjes kryesore të turizmit evropian, e njohur por rrallëherë zgjedhja e turistëve, shkruan media kanadeze Holler Magazine. Kjo po ndryshon me shpejtësi, ndërsa vendi që për dekada qëndroi izoluar nga bota, po tërheq gjithnjë më shumë vizitor, duke u ofruar atyre mundësinë të zbulojnë para se zhvillimi i infrastrukturës dhe rritja e kërkesave turistike të sjellë dhe rritjen e çmimeve. Ajo që e bën Shqipërinë më të vlefshme për të vizituar nuk është vetëm një element i veçantë, është kombinimi unik i qyteteve të vjetra osmane, pjesë bregdetare të Jonit, rënojave bizantine, fshatrave malore dhe kuzhinës tradicionale, që ruan ende identitetin e saj origjinal. Vendi shtrihet në një vijë bregdetare rreth 450 kilometra, por pse duhet vizituar pikërisht tani? Shqipëria ndodhet në një moment të veçantë që turistët me përvojë e njohin mirë dhe kërkojnë. Infrastruktura është e përmirësuar mjaftueshëm për të ofruar komoditet. Turmat ende nuk kanë mbërritur nëpër masa që shihen sot në Kroaci apo Maltëzi. Çmimet mbeten të ulta, ndërsa peizazhi natyror është ruajtur në masë të madhe dhe mbetet i paprekur. Me kalimin e kohës, Riviera shqiptare mund të përjetojë të njëjtin zhvillim turistik si dhe shumë destinacione të njohura të mesdheut. Vizitorët e sotëm po përjetojnë një moment unik që nuk do të zgjasë përgjithmonë. Shqipëria mbetet një destinacion në zbulime sipër, ku shumë prej vendeve më të jashtëzakonshme të krijojnë ende ndjesinë se po zbulohet një thesar i fshehur. Kjo një atraksion i njohur nga të gjithë. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Bashkë mirë takofshim.